Faleminderit ju. Mund t'ju bëj një pyetje lutem, me që jeni dhe brezi vjetër? A mendoni ju që kanë ndryshuar kohërat në trajtimin edhe kurimin e dhëmbëve? A i kanë shqiptarët dhëmbë të bukur krahasim me disa vite më përpara dhe sot? Kjo varet më shumë nga gjendja financiare, sepse çdo njeri e ka problem dhëmbët. Qoftë në fshat, edhe ai s'ka lek e ka të vështirë të hajë. Kështu që unë mendoj nuk është thjesht ana e formimit të njeriut, që mendoj që qyteti nuk diskutohet, që e ka kuptuar që dhëmbët e bukur janë, si thuash, një plus në jetë, po dhe në punë, se varet nga ç'punë bën. Por thjesht ana financiare. Por është një gjë për këtë institucion që ka favor që duan s'duan njerëzit do ven. Sepse është i vetmi, si thuash, format për cilën njerëzit kanë nevojë të domosdoshme për jetesën normale. Është një pjesë e shëndetit që duhet t'i kushtojmë shumë vëmendje. E vërtet. Vështirësi, ai patjetër duhet ta zgjidh atë punë, ose do vuaj. E vërtet. Gjithsesi u qengeni për mashallah një herë, edhe rëndësi ka buzëqeshja e shpirtit. Kjo është mbi të gjitha. Ta gëzoni dhuratën, bëhet shumë qefi. Kënaqësia është e gjitha. Me çupa kaq të bukura. Të bësh intervista. Shumë faleminderit dhe lutem thojeni Nipit të bëj follow. Dhe pastaj e përfitoni direkt dhuratën, mjafton t'i thoni që erdhën starsat e Albana Osmani Production. Dakord? Faleminderit, qofshi mirë. Shumë e mirë. Tani duhet gjejmë dikë tjetër që ka nevojë. Nuk e do dhuratën, po thua faleminderit po apo faleminderit jo? Sigurt? Të iki? Nuk do e dëgjosh se nga është? Nga klinika më e famshme Dental Med Austria? Nuk e pranoj buzëqeshjen Llofudjane. Vazhdojmë. Keni dëgjuar ndonjëherë për Dental Med Austria? Është klinika më e suksesshme në Tiranë, por dua të di, e keni follow që të përfitoni një dhuratë shumë bukur. Okej, nëse nuk e keni follow, ju lutem ta bëjmë tani live këtu. Nuk është. O sodëm të bukura pas këtij more. Dental Med Austria. Është shumë i lehtë për gjetur, pa hapësira poshtë. E para, ju lutem drejtojmë telefonin nga kamera. Dhe check. Okej, ju sa po keni përfituar një dhuratë, një ekzaminim për gojën, apo ndonjë shërbim që juve ju nevojitet, si dhe për fëmijët, absolutisht. Faleminderit juve, mirupafshim.